Presidenti i Koreas së Jugut, Lee Jae-myung, nisi mandatin e tij të mërkurën pas fitores në zgjedhjet e parakohshme në një kohë kur vendi përballet me sfida të mëdha ekonomike dhe një klimë të fragmentuar politike. Në fjalimin e parë para Asamblesë Kombëtare, Lee u zotua të përballet me kërcënimet bërthamore të Koreas së Veriut përmes frenimit të fortë të mbështetur nga Aleanca e Qëndrueshme e MSHBA-n. Megjithatë, ai premtoi gjithashtu një qasje të re ndaj Pyongyangit, duke deklaruar synimin për të rifilluar bisedimet për të vendosur paqen në Gadishullin korean përmes dialogut e bashkëpunimit. Përkundër këtij zotimi, mbetet e paqartë nëse Korea e Veriut do të pranojë dialogun, pasi Pyongyangi ka refuzuar të kontaktojë me Seulin qysh nga viti 2019. Eksperti i marrëdhënieve ndërkombëtare Edward Howell nga Universiteti i Oxfordit vlerësoi se Pyongyangi mund të jetë më i prirë ndaj Lee se sa ndaj paraardhësit e tij konservator, po përsëri ka pak gjasa që të angazhohet në negociata thelbësore. Dhe nëse bisedimet ndodhin, ato mund të jenë të shkurta dhe pa ndikim, theksoi ai. Lee mori 49.3% të votave në zgjedhjet e së martës, duke mposhtur rivalin konservator Kim Moon-soo, i cili siguroi 41.3%.